Përshëndetje edhe juve, si që përmendet jemi të Open Art Gallery, e cila sonte do të hap dyert për një ekspozitë vërtet të veçantë, e cila quhet Vagullnaja Vizuale. Është dita e dytë e kësaj ekspozite, meqense se ditën natën e mbrëmshme ishte me një galeri tjetër, sa do është një formë vazhdimësie, por me punimet e tjera. Do flasim me Ardian Isufi, i cili është kurator i kësaj ekspozite, i cili vjen nga Shqipëria, dhe flasim për këtë ekspozitë. Ardian, fillimisht mirësevë në emisionin e pasdites. Përshëndetje dhe shumë kënaqësi bashkëbisedimi. Doja të thoja që pedagog është Universitetit të Arteve, ku nuk e ndajmë dot kurimin me krijimtaritë artistike. Është si thua është një shkëmbim intelektual, një dialog artistik që ne do donim ta ndanim me shqiptarët e Kosovës, sepse fundit është shumë e rëndësishme që të komunikojmë në mbar shqiptarinë dhe mbi gjitha të flasim edhe për sfidat e artit bashkëkohor. Vagullnaja vizuale në fakt vjen si një koncept pak metafizik, ekzistencial, një mund të themi paqartësi të shikimit, po në kuptimin e heqjeve të kufive, dhe në këtë kontekst mendojmë që krijimtaritë më të fundit të artistëve dhe pedagogëve patjetër që kanë jo vetëm sfidat e tyre, por të krijojnë edhe një situatë komplementare ndërmjet Flori Galerisë dhe tashmë Open Art Gallery, ku së bashku me Naim Spahiun ne jemi përpjekur që jo vetëm të kemi një përballje me publikun kosovar, por mbi të gjitha këto hapësira t'i kthejmë në një koncept site specific, pra ku veprat janë të integruar në mënyrë të caktuar për të krijuar një komunikim më të mirë të veprës së artit me hapësirën edhe gjithashtu me galerinë. Është e njohur që arti bashkon njerëz. Kjo është edhe një prej qëllimeve të artit, meqense si qenie njerëzore jemi të prirur ta dëshirojmë artin. Është edhe një qëllim vete kjo që të bashkojmë Shqipëri, Kosovë, pjesën intelektuale, pjesën artistike të dy vendeve tona? Po, së pari është një kontribut në të mirën publike, dhe mira publike nuk ka kufi. Së dyti patjetër që është një afrim ndërmjet një komunikimi i cili si gjithmonë dhe kur do herë themi që arti është një gjuhë universale, dhe duke qenë një gjuhë universale patjetër që është i mirëkuptueshëm nga të gjithë, por mbi të gjitha është për të përballuar me sfidat e artit dhe gjithashtu edhe me çështjet që sjellin artistët, sepse të gjitha veprat që prezantohen janë në një farë mënyre një pyetje ku i lehet publikut përgjigje e tij për të shkaktuar një reflektim, një analizë, një përvojë ndërmjet një situate sociale, shoqërore apo politike. Pra është si thua një amalgam e shumë çështjeve që vijnë politike, që është nga një lloj aksioni artistik e deri pastaj tek një reflektim i thellë që është në bashkëpunim me publikun artdashës. Më intereson, sonte në ora 7 do bëhet hapja zyrtare në Open Art Gallery. Çfarë pritet, çfarë do të paraqitet në publikut këtu? Po, së pari galeria është kthyer gati si një mega instalacion. Pra, veprat e artit integrohen edhe artistët integrohen me njëri tjetrin duke krijuar një bashkëpunim, domethënë edhe në hapësirë. Së dyti, është një ekspozitë e veçantë sepse është krijuar një situatë shumë e veçantë dhe unike. Veprat vinë si një lloj fryme, domethënë, e postmodernizmit dhe një kërkimi estetik dhe kuratorial që lidhet shumë me historinë e artit modern dhe postmodern. Ku e nisim fillimin e kësaj historie, nisim tek një nga ekspozitat më të rëndësishme të Malević, shumë vite përpara, i cili krijoi një përthyrje ndërmjet veprës së artit edhe hapësirës, ku veprat e hapësira duken sigurisht një. Dhe në këtë kontekst edhe ne këtu kemi krijuar pak a shumë të njëjtën situatë, por të kontekstualizuar në kohët tona. Kohët tona do thotë që jo vetëm shikohen krijimtaritë e artistëve, por gjithashtu krijohet edhe një pikpamje re si publiku duhet të flasin hapësirë. Pra, veprat e Artan Peqinit, Gazmen Plekës, Ardian Kapos, Sadik Spahis, Ergjys Krisikos, kemi të Elidon Alitit, të Abes Fushës, apo të Artan Markut, të gjithë këto artistë që vinë nga Universiteti i Arteve, nga i diskutimi përditshëm që ne kemi me studentët qoftë me të rinj, po edhe me zhvillimet tona, domethënë
përse i përket artës, këtu se ndërton domethënë gati si një film, gati si një kontekst dhe gati si një mesazh domethënë i përbashkët. Por kjo nuk është e ndarë me ekspozitën që ne realizuam tek Flow Galeri, tek Mall, ku ka një kontekst tjetër, po një mesazh i cili hes në të njëjtat qëndrime dhe në të njëjtat frymë domethënë të artit bashkëkohor. Si është prit tek mbrëm ekspozita, si çfarë ishin përshtypjet e njerëzve, diskutimet që zhvillon aty, me qenë se isha mbrëm pjesa saj dhe pash që edhe pjesë artistike kosovare ishin pjesë, zhvillonin debate, zhvillonin diskutime. Po kishim shumë artistë, shumë ardashës, ky event në tërësi është i mbështetur dhe nga ambasada e Republikës së Shqipërisë në Republikën e Kosovës, patjetër që dhe ambasadori i shkëlqyesjes Petrit Male ka një kontribut, duke qenë që ka qenë edhe dhe rektor në Universitetin e Arteve, njeh mirë, si thuaç, atë frymën edhe tendencat e artit ton pamor atje, kështu që u ngjizën në një farë mënyrë interesi i artistëve, interesi publikut, po edhe institucioneve të cilat patjetër duhet të mbështesin shumë artin dhe kulturën, sepse jemi në momente delikate në tërësi, domethënë në momente ku ka një përthyeshmëri, si thuaç, të çështjeve akute që lidhen me artin. Mbi të gjitha, këto ekspozita shërbejnë, si thuaç, për publikun, jo vetëm thjesht në kuptimin artistik fjalës, po një diskutim antropologjik, historik, politik dhe mbi të gjitha një diskutim ekzistencialist i asaj që mund të themi Quo Vadis, ku do shkojmë, për çfarë do ecim përpara dhe kush janë prioritetet e qenies humane për sa i përket marrëdhënieve që duhet të ketë me kulturën, po dhe me sjelljen e tij në jetën e përditshme. Një prej ekspozitave mbram që punimit të profesorit art ku vërtet si që artin në dy vend tona pjekje për të krijuar një ndasi. Unë shoh si një situatë komplementare. Domethënë artistët bashkëpunojnë, rezonojnë në një farë mënyrë me njëri tjetrin, krijojnë ura bashkëpunimi në tendencat dhe qëndrimet e tyre, padyshim që çdo çmim që merret nga shqiptarët në bashkëshqiptarinë është, si thuaç, një vlerë e shtuar, përsa i përket jo thjesht identitetit, po dhe vlerës reale, domethënë që ka në tërësi kombëtari shqiptar. Kështu që e shoh personalisht me një frymë pozitive dhe me një frymë optimiste, pavarësisht sfidave dhe domethënë dhe vështirësive që kalojmë, mendoj që është shumë e rëndësishme të përmirësohet ligji i artit dhe i kulturës, qoftë në Kosovë dhe qoftë në Shqipëri, ndoshta në Kosovë shoh më të koncentruar përsa i përket mbështetjes të artistëve, por gjithsesi në të dyja rastet ka problematika që duhet të jenë në institucioneve të shtypë frymën dhe atmosferën e bashkëpunimit edhe të shkëmbimit kulturor. Arjan, falenderoj shumë për intervistën, ta luftojmë me profesorin nuk të shtoh, profesori Peçini, kemi edhe këtu Artan Peçini, i cili do na bashkangjitet në intervistë. Falenderoj shumë për intervistën dhe shpresoj që të shkasë profesor, fillimisht mirë se faleminderit për ftesën. Na tregoj Ardiani kuratori filmin prapa që qëndron kësaj ekspozite. Juve keni ardhur me disa punimeve në këtë ekspozitë. Por çfarë shtyre keni pjesë kësaj ekspozite? Jeni një grup profesorësh, kolegësh, intelektualësh të kësaj pjese, por ndonjëherë të gruposh profesionit e njëjtë vërtet është vështirë, është problematikë. Po, e vërtet është. Ne jemi një grup pedagogësh në Universitetin e Arteve. Është një seri aktivitete që kemi bërë bashkë, është ajo që thoni ju vazhdimisht, po është edhe në ndan, pikërisht sepse secili ka dhe pozicionet e vetë personale në krijimtari. Por unë mendoj që më e rëndësishme është që u bashkuam me shumë entuziazëm për të bërë këtë aktivitet në Prishtinë. Ka qenë gjithmonë kënaqësi, vazhdon të jetë kënaqësi. Është e vërtet ajo që është një mundësi e madhe për të komunikuar, për
për të ballafaquar, për të diskutuar, edhe natyrisht çdo aktivitet kulturor, mbi të gjitha çdo ekspozitë ka këtë funksion. Në këtë sens, sa që ka qenë e vështirë, aq ka qenë edhe plot me entuziazëm, mendoj. Vagullnaja, një emërtim specifik, mjegull, disi e ditur e pa ditur, shihet diçka po jo gjithçka. Në atë territor, siç besoj që u theksua edhe pak më parë, që jetojmë në një epokë që mjegullnaja, vagullnaja është pjesë e konceptit të tjetuarit. Ne nuk kam qartësinë ose kthjellësinë për të qenë të themi kështu, për të qenë i qartë për çdo fenomen që po ndodh, për çdo fakt që po ndodh. Secili nga ne ka pikpyetjet e veta, jo vetëm në krimtari, po edhe në tjetuarin e përditshëm, dhe kjo natyrshëm shoqëron edhe krimtarinë e secilit nga ne. Aq më tepër referuar periudhës që po jetojmë, epokës që jetojmë, një epokë e definuar si postmoderne. Natyrisht të vërtetat fillojnë bëhen shumë parciale, shumë relative, secili ka të vërtetat e veta që gjen vështirësi për të integruar me të vërtetat e tjerëve. Kjo rrit gjithmonë më shumë paqartësinë, por natyrshëm të paktën në profesionin tonë gjithmonë të komunikimit, sepse në fund fare, nëse s'bim dakord për të vërteta absolute, mund bim dakord për debate dhe për komunikime. Unë besoj se kjo është një mundësi për të shkuar edhe drejt një të vërtetë të pranueshme, po ta themi kështu. Në këtë sens që e shoqërojmë me paqartësi, me relativitet, me mjegullnaj, por natyrisht mbi të gjitha fiton krijimtaria ose komunikimi. Ne shohim një prej punimeve të juaja, na tregoni pak se për çfarë bëhet fjalë. Po kjo ka qenë pjesë e një cikli që është ekspozuar për herë të parë vitin e kaluar në Universitetin e Tiranës, është pjesë e një cikli që për mua ka qenë shumë i rëndësishëm, është komunikimi midis në të njëjtën hapësirë i kohëve të ndryshme, i antikitetit, natyrisht në raport me modernitetin. Secili nga ne ka një marrëdhënie të veçantë me atë që quhet periudha e kaluar, ose më saktë rrënjët, historia. Është një argument që sa është diskutuar, sa është pranuar, aq është edhe anatemuar, është kundërshtuar. Unë bëj pjesë tek ajo grup njerëzish që mendoj që rrënjët janë shumë të rëndësishme, pavarësisht se ka shkolla të ndryshme ose ka grupime të ndryshme që përpiqen që t'i relativizojnë ato. Unë mendoj që jo. Besoj se rrënja është pjesë e rëndësishme e identitetit dhe në këtë sens kam ndërtuar një fabull, një komunikim midis njeriut antik dhe njeriut modern. Natyrisht flitet gjithmonë për territorin tonë, nuk është se marrim përsipër që të shpjegojmë gjithë rrozullin, por natyrisht marrim përsipër që të hulumtojmë atë që kemi përreth. Në këtë sens mendoj që është shumë e rëndësishme, për mua shumë e rëndësishme që me gjithë dozën e madhe të relativitetit, ajo që përpiqemi të krijojmë të jetë e vërtetë është shumë e rëndësishme. Pastaj padyshim secili nga vizitorët ka mënyrën e vet si komunikon, ka mënyrën e vet si e kupton. Padyshim ka dhe mënyrën e vet si e transmeton. Natyrisht ne mund të bëjmë një pjesë, nuk e bëjmë të gjithë pjesët. Me qenë që jeni edhe pedagog në artet e bukura të Tiranës, shkolla ose forma pedagogjike më shumë frymon ka arti modern apo te pjesa klasike? Më pyeta dekanet është shpirti ku të flen, tek klasike apo tek punimi juaj që është modern, me qenë se ky modernizmi nuk është që ka shumë vite, tek ne që është i përhapur ashtu. Unë nuk mendoj, është një argument pak i vështirë, në fillim fare duhet bëjmë një kompromis termash, fakt semantik. Modern vjen nga lashtësia, nga thellësia e antikitetit, latinët me modern kuptonin çdo gjë që ndodh tani. Pra, në një farë mënyrë nuk ishte përkufizuar si diçka e jashtëzakonshme, po si diçka që ndodh tani. Pra, është e këtij momenti, e kësaj që po ndodh. Në këtë sens ka një keq kuptim midis stilistika ose metoda. Sepse për shembull po të referohemi historisë së artit, modernizmi si epokë është mbyll fakt shekullin e kaluar. Kështu që mund të quajmë pak të vjetëruar nëse përdorim termin modern. Natyrisht është termi postmodern, që është një natyrë tjetër të qasjes veprës së artit, pra ka ndryshime të mëdha me modernitetin, se tash po bëj rolin e pedagogut, por natyrisht duhen theksu këto gjëra sepse janë me shumë rëndësi. Postmoderniteti ka një avantazh që është më eklektik, i pranon gjitha. Pra në një mënyrë pranon edhe të logjikuarit neoklasik, por natyrisht dhe modern. Pra të gjithë pjesët bashkë mund të na çojnë tek një e vërtetë. Pra aq sa merr përsipër artit të ndërtojë konceptin e të vërtetës. Në këtë sens unë jam për atë që ndodh tani.
sepse besoj se dhe po të referohemi shikuesit tuaj që është shumë i vëmendshëm, çfarë mendonim dje për një argument nuk është e thënë që e mendojmë sot. Pra kjo është fiks të qenit modern në të perceptuar gjërat. Ndryshojnë gjërat, ndryshon dhe perceptimi jonë për gjërat. Absolutisht arti është i pari që ja reflekton këtë, sepse është shumë, themi kështu, i ndjeshëm, ka më shumë aventurë brenda, ka më shumë personalitet, ka më shumë individualitet, lëviz më shpejt. Natyrisht kjo është aftësia e tij. Në të sens them për të sqaruar termat, duam apo s'duam ne, jemi objektivisht gjithë modern, brenda guacës të qenit modern në sens që thash, që asaj që prodhohet sot. Pavarësisht se mund të ketë ngjashmëri dhe me atë që është bërë dje. Por t'jeni të sigurt që nuk është e njëjta gjë. Profesor, këto shkurtimisht. Ekspozitat të tilla ndihmojnë debatin mbi artin, mbi kulturën të dy vendeve tona. Po, unë mendoj, unë bëj pjesë tek ai brez që e kemi filluar me shumë entuziazëm komunikimin me Prishtinën, me Akademinë e Prishtinës. Të gjithë, paka shumë gjithë kolegët që janë sot Prishtinë janë miq të mi ose ish miq mi që mund të jenë sot pensionuar etj etj. Kështu që jo vetëm që e ndihmojnë, por kam përshtypjen që edhe plotësojnë njëra tjetrën. Unë mendoj që e vërteta shqiptare është e përgjysëm pa pas një komunikim midis Tiranës dhe Prishtinës, midis Shqipërisë dhe Kosovës. Pra nëse prezantojmë më vete, jemi një gjysmë e vërtetë. Nëse jemi gjithë bashkë, e plotësojmë këtë mozaik që është shumë e rëndësishme. Kështu që këtë sens mendoj që komunikimi është shumë i domosdoshëm, është një element shumë i rëndësishëm, kush përpiqet ta mohojë këtë, sepse natyrisht ka dhe zëra që përpiqen ndërtojnë polemika formale, pa substancë, sepse nganjëherë njerëzit janë inteligjent, jo çdo grindje është polemik. Pra jo çdo grindje sjell një substancë. Në këtë sens ka dhe polemika kësaj natyre që s'ka që në dojë, nuk mendoj kështu. Mendoj që komunikimi është i jashtëzakonshëm, ne më vete jemi dy gjysma, gjithë bashkë jemi një plot. Profesor, faleminderit shumë për intervistën, uroj që vërtet punimet e tilla, ekspozitet e tilla ta ndihmojnë këtë pjesën e artit, meqenëse se njihemi sot, shpresoj që zhvillojmë edhe intervista të herave tjera, po faleminderit shumë që ishit këtu dhe që bëni punën tuaj ashtu siç duhet më së miri. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, edhe urime. Po, ndërtojmë edhe për pak minutat edhe me Naim Murseli, cili përquaj galerist, artist galerist. Naim, artist galerist, Niko Qer. Fillimisht faleminderit, mirë se erdhe emisionin në pasdites në shtëpinë tuaj, quaj ashtu. Po, faleminderit, unë fillova shkova lart me po emisionin, thanë, hajde me bëni interviste, po bëhet interesant, po kështu që faleminderit se keni ardhur në këtë ekspozitë shumë të rëndësishme, që është një vazhdimsi atij bashkëpunimit, një kod gjatë që kemi filluar dhe ato ura që kemi formuar si grup, si koleg, si artist, po mundohemi thjesht me sjell para audiencës një art mirëfillt që po lën gjurmë edhe andej ka Shqipëria, po edhe këtu na kanë nderuar shumë këta artistë që kanë ardhur, do thotë profesorët, artistët eminentë të Shqipërisë, thjesht na kanë nderuar. Është një iniciativë që ka rrjedhë shumë spontanisht, po qëllimi ka qenë shumë i mirë, që këto vepra, këta artist, të vinë në këtë periudhë, që ndoshta është edhe fillimi i mbarë i akademik i studentëve, ku kanë çka me pa, kanë një identitet artistëve që vërtet ju ishte dëshmitarëve në Galerinë Flori, që është mbram, pastaj njëjtët artistë janë këtu, po komplet me një koncept ndryshe në raport me atje. Dhe thjesht është një identitet që begaton artin, edhe unë jam shumë i nderuar që ata me padurim kanë prit më ardhë me ekspozu punën e tyre në Open Art Gallery. Me qenë se bje jone të quaj ashtu, kushtimisht, me qenë se një galerist është të galeria juaj, këto lloje të ekspozitave ndihmojnë këtë lloj komunikimin, këtë bashkëpunimin ndërmjet artistëve, ju i njihni personalisht shumë për artistëve tanë, si qëndron puna? Po, është e vërtet, unë raportet që i kam kriju, dhe thotë me Komitetin Artistik jam shumë i afërt, qoftë me Komitetin Kosovë, qoftë me atë Shqipëri, edhe fakt kjo është një ndihmës e komunikimit mirëfillt të artit. Dhe thotë ne po mundohemi me kriju hapësirë për një vlerë
që shpesher na mungon në për prezantimet tona që i kemi qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Dhe thotë kjo është një kontribut që komi shërbyer dhe gjeneratave të reja, që thjesht po krijojmë një mundësi të vlerave, të identiteteve të artistëve që prezentohen në këtë ekspozitë veçantë. Ne falenderoj shumë për intervistën, për që shkojmë bashkë dhe punë bardhë, një gjithmonë të hapur për bashkëpunime të tilla, ftesa gjithmonë është e hapur që ashtu për Regionin e Kosovës që të jemi pjesë. Falenderoj shumë. Juve personalisht dhe RTK-n që gjeni kohë, po vini na vizitoni në këtë kohë të ftoftë, me acar jashtë, po kjo bo në ka bo hajrë, se i ka bo njëre dhe instalacionit të profesorit Sadik Spahia që e ka jashtë, kështu që faleminderit të njerë që gjetët kohë dhe të na vizitoni. Pra, ishte nga Open Art Gallery, ekspozita Vagunaja vizuale që do hapet sot në ora 7 nga profesor eminent të Fakultetit të Arteve të Bukura të Shqipërisë. Juve mbetet që të vini ta vizitoni dhe vërtet të ushqeni syrin e juaj me bukuritë e veçanta që në gjithë ky art këto që është i ekspozuar. Linja për ju studio.